Shumë dashuri në një qati, projekti i fshatrave SOS i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, BMZ, në bashkëpunim me shërbimet sociale i realizuar në 4 bashki, zhvillohet në Vlorë takimi me qëllim prezantimin e një mënyre të re të trajtimit të fëmijëve, që për arsye të ndryshme nuk kanë kujdes prindëror. Në vend që të adoptohen apo të dërgohen në institucionet e kujdesit për fëmijë, ose siç njihen ndryshe shtëpitë e fëmijës, ata mund të besohen familjeve kujdestare me të cilat mund të kenë ose jo lidhje gjaku. Koordinatorja e projektit për Vlorën, Xulina Begu, u shpjegoi të pranishmëve kuadrin ligjor si dhe procedurat dhe kushtet që duhet të plotësojnë një familje kujdestare. Familjet kujdestare nuk duhet të kenë probleme me ligjin, duhet të kenë kushte të përshtatshme për të mbajtur fëmijën dhe të pranojnë të intervistohen nga një grup i specializuar psikologësh dhe punojësish social. Bashkia i jep 90.000 lekë të vjetra për çdo familje kujdestare. Në bashkinë e Vlorës gjatë këtij projekti 3 fëmijë janë besuar familjeve kujdestare. Njëri prej tyre kishte lidhje gjaku me familjen kujdestare, ndërsa 2 të tjerët jo. Një nga këta fëmijë është besuar një çifti të huaj. E pranishme në takim ishte drejtoresha e shërbimit social në bashkinë Vlorë, Irena Stasa, e cila falenderoi SOS fshatrat e fëmijëve për bashkëpunimin gjatë 3 viteve të fundit, veçanërisht për drejtimin e procesit të kostimit të kujdestarisë alternative, por dhe mbështetje në 3 rastet e suksesshme të kujdestarisë alternative në qytetin e Vlorës. Stasa përmendi hapat që janë ndjekur në procesin e transformimit të shërbimeve dhe krijimin dhe vijimsinë e shërbimeve mbështetëse për fëmijët dhe familjen. Në takim u ushtrua për diskutim çështja nëse projekti Shumë dashuri në një qati po përdoret si një alternativë për të mbyllur jetimoret, por koordinatorja e projektit Shumë dashuri në një qati u përgjigj se fshatrat SOS janë thjesht një organizatë e shoqërisë civile që implementojnë projekte alternative ndaj birësimit dhe institucionalizimit dhe nuk kanë lidhje me vendimarrjen për mbylljen e jetimorëve. Ndërkohë, u diskutua edhe për disa nga problemet që mund të sjellë kjo mënyrë, duke nisur nga afeksioni i tepruar i fëmijës me familjen kujdestare e deri te problemet e mundshme të abuzimit. Shoqata SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është një organizatë private, jo fitimprurse humanitare, jo politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjat për fëmijët dhe të rinj që kanë humbur prindrit ose që për arsye të ndryshme nuk mund të jetojnë me ta.